Njihet për njerëz të shkollum, njerëz të edukum, të emancipum e kështu me radhë. Keni punu tokën, qa kujtimesh ke prej asaj kohet jetesës aty? Po gjitha, kom punu tokën, kemi prashit, kemi kosit, kemi zhvosht, misër, gjitha. Të gjitha i ke bu. Atë mungojnë ko pas kohë ndonjë herë të paktën Shumë. rutinat e tilla të ditës? Shumë pjesa e femirisë në fshat ka qenë ndër pjesët më të mira, që unë kam përjetu deri me tani. Më mungojnë shumë dhe thamë, është interesant tash këto gjeneratat e reja që u shritën dhe po ta kishin ato që shë kishin ndje, që shë kemi ndje ne. Vite më përpara, të gjitha familjet shqiptare kanë qenë një gjendje pra të kushteve ekonomike, pjesa dërmuese jo të mira. Pra shpeshherë edhe këtu në studio janë treguar rrëfime që kanë heq shumë për me mbajt familjen, sidomos ata që e kanë pas barën, pra krye familjarët. E ke ndjerë, që sigurisht më i ri në mosh, po a e ke ndjerë në ndonjë formë këtë vështërsi? Po, e kam ndjerë, sidomos mas luftës gjatë shkollimit, gjatë studimet mija të para, kur thamë të para, sepse më kara me studiu shumë. E di dhe këtë. Baba i ka punu në shtepjak në shkollë, fillore. Dhëtë si qëllimin e mjeshtër i shkollës. Dhe në kam bajt dikon 9 fëmi kemi qenë. 9 fëmi. Në atë ko, po së di, kemi jetu mirë. Kemi jetu mirë. është interesant. Si ke pas raportet me vlezrit, motrat, 9 fëmi, cili ke qenë ti nga karakteri? A i më i qeti, më zhurmagjiu, po themi? Kom qenë ma dinamik, realisht, kom qenë pak ma kërkus, ma hullumtus, ma eksplorer, kom pas qef me eksploru pak ma shumë, e kështu. Me ndonjëm që ke qenë më i afërt ose i keni bo sheret bashk? Jo, sheret, su se jemi në, s'podi, gjithë 2 vite jemi si të ndam ashtu, me motrën e tretë kemi raporte pak ma të mira, përgjithësi kemi raporte mira më të gjithë, po i që me i afërt. Që kemi qenë pak ma të afërt, nështë ta kemi ndonaj sekret bashkë. Asa mirë. Në fakt nuk ka gjë më mirë se sa të kesh familje të madhe dhe të kesh plot motra e vlezër. Ani pse ti njënin vlla e ke humbë kur ke qenë kreti vogël, a? Po. Fatkeqësisht në moshën 7 vjeçare kam qenë kur vllai më ka humbë jetën. Dashur është momenti më i vështirë i jetës. Bujare ka pas emrin. Në atë kohë është dashur të punojmë. Dhe të punu me traktor, është rrokullis traktorin. Një rast tragjik që e kam pikë në zemër gjithmonë. Gjenë shumë keqe që ke qenë veç 7 vjeç, kur ka ndodhë kjo, ka qenë dikush me të, kush ju ka informu, si e keni marrë lajmin? Po, realisht ka qenë mingja dhe djali mingjës. Fatkeqësisht vllai i madh ka qenë ushtar në atë kohë. Unë kam qenë te Nara, të Iru Baktin. Dhe mbrëmje kur kemi ardhur, thjesht e kom pas atë ndjen veç që tregojshin bujari është rrotulluar me traktor. Edhe kjo fjalë në tingëllaj ken kry, po për momentin nuk e disha ngjarjen çka po ndodh. Derisa e pash me sy të mi. Po aja mërzia kryesore ka fillu në moshën dikun 13-14 vjeçare. Talisht e kuptueshme, nëse e ke me siklet, nuk e flasim. Jo, tamam puna. Vazhdojmë tutje. Ato në moshën 14 vjeçare, dikun ka klasa 7-8, ne kemi shkollën, do thotë 2 fshatra mësojmë në shkollë dhe do të me kalu kavor, vërrezat për me shku në shkollë. Dhe atëherë fillova me ndjejat mungesën e madhe të tij, dhe çdo ditë të ndalë qatë e vore. Derisa këtu gjendja erdhë lufta dhe tani, jo që harrum, po një farmyre ndodhen gjana tjera që unë ma nuk shkret e vore. Sepse besoj që e kuptova që ai ma nuk është.
këtu i ka jeta. U bë kohë gjatë që nuk e qenë të Varrezat? Jo, shkoj, tamam, tani kam edhe babën e ndjerë, por jo në atë gjendje që isha atëherë. Dhe thot, atëherë shkisha në mëngjes dhe kur shkisha në shkollë, unë alësha tek Varrezat, prap ka u kthesha unë alësha tek Vorri. Aja ka qenë ashta periudhë, muj me thonja 2 vjeqare. Gjithë. Ju shumë i vogël, 7 vjeç, me siguri që prindrit e kanë përjetu shumë rëndë. Po, sidomos nona. A ke pamje të mërzisë të tyre, kujtime të asaj periude për ta?